Varësisht se cila dominon. Pra, dominojnë mendimet pozitive apo dominojnë mendimet negative në jetën tonë. Por me diskutu për këtë temë, unë kam kënaqësinë që me mua në studio është mentori për zhvillimin personal Ekrem Kryeziu. Mirë se erdhët. Mirë se gjithë, falënderit për ftesën. Është kjo çështja e energjisë, mendimeve tona edhe e njëjta tërheq të njëjtën, po është ligji i tërheqjes. Ligji i tërheqjes. Pra, është ligji i tërheqjes, pra arsyeja sepse disa persona ne i themi që ju shkojnë punët në vit apo hynë këtu në lojë dhe fati. Dëgjoj, fati për mua nuk ekziston. Nuk ekziston fati. Jo, fatin e ndërtojmë ne. Çdo vendim, në çdo moment që ti merr në jetën tënde është përcaktuar si fati tënd në jetë. Pra fati nuk ekziston. Fatin ne jemi arkitekt e fatit ton, por shumë njerëz zgjedhin rrugën më të shkurtë, thënë me dënej fati, kështu e kisha fatin, sepse duan të rrinë në zonën e rahatisë, nuk kanë guxim të bëjnë diçka më ndryshe, pastaj gjithë fajësimet kërkojnë njerëz të fajsojnë, kërkojnë rrethana të fajsojnë, kërkojnë kohë të fajsojnë dhe që gjithë jenë faj, vetëm ai s'është në faj, sepse fati ishte kështu. Faktikisht fati ndërtohet. Ndërtohet. Po, ndërtohet fati.